Ura e Golikut, monument kulture i kategorisë së parë ndërtuar në fund të shekullit të 17, po përballet sot me rrezikun real të shkatrimit. Një nga veprat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në zonën e Mokrës, e lidhur historikisht me degëzimin e rrugës antike e Gnadja, po dëmtohet vazhdimisht nga gërmimet e paligjshme. Prej vitesh, ura bie prej kërkuesve të arit dhe materialeve arkeologjike, të cilat ndërhyjnë në mënyrë të përsëritur në strukturën dhe trupin e saj, duke cënuar seriozisht qëndrueshmërinë e monumentit. Dëmtimet e tilla janë konstatuar edhe së fundi, por autorët mbeten të pa identifikuar pasi gërmimet kryen gjatë orëve të natës. Pasojat janë të dukshme: zgavra në themele, çarje në trupin e urës dhe shembje të pjesshme të materialit lidhës, dëmtime që përbëjnë rrezik. Kam bërë punime për shkak të këtyre. Për lumi, për ka hyrë, për rezikon të shembe sa më pare. Dhe edhe këtu kaloj me dime për hujë se 3-4 në ditët në kembe me ajvan më të tëra. Për flori që të kërkojnë, menta. Po në hatën, po ditën ku si les. Po rezikon e normale, e duket vete, nuk do me. Po nuk vundoj që të vinë të rregullojnë sa më pare, pare i të shembe nuk stillet me të bëhet. Përveç ndërhyrjes kriminale dhe faktorëve atmosferik, kanë luajtur rolin e tyre mbi 300 vite ekspozim ndaj rresheve, ngricave dhe erozionit, kanë përshpejtuar gjithashtu degradimin e urës duke e bërë sot emergjente ndërhyrjen e institucioneve përgjegjëse. Në këto kushte, banorët dhe drejtuesit vendor kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga Ministria e Turizmit dhe Kulturës përmes një projekti serioz restaurimi dhe rehabilitimi. Unë si kryeplagu i fshatit Golik, kërkoj nga institucionet shtetërore që për mirëmbajtjen e kësaj ure, një radhë parë po shkatërrohet nga dorë e njerëzve, plus nga shirat që bien, si është shkatëruar. Dhe këtu, kjo urë kanë kaluar edhe para sistemit. Bilemi që nga Senishti, shkonin pazar në Prrenjës, nga Strava shkonin pazar në Pogradec, në Korçë, dhe po mos vuri dorë institucionet shtetërore, kjo dorëzohet. Problemi nuk është i izoluar, ashtu si ura e Golikut dhe varet monumentale të Selcës. Vetëm pak kilometra më tutje, një tjetër set arkeologjik me rëndësi të jashtëzakonshme vuan nga nivelet sigurie dhe ruajtje pothuajse zero. Kjo situatë i ka lehtësuar grabicit, të cilët gërmojnë pa asnjë pengesë duke shkatëruar pasuri të pazvendësueshme kulturore.